dhe le të themi në fund tek disa çajra bimor, të cilat ndihmojnë më së miri qarkullimin e gjakut, ushqejnë më së miri gjithë organet dhe në veçanti sistemin nervor. Le të fillojmë. Ne kemi bërë një kompozim të një piperi, të kuq, të bardhë, të zi dhe pak ginger. Pse e kemi bërë këtë gjë? Në mënyrë që ky piper i përzier të më bëj ngacmimin e receptorëve të qimeve thithse në zorët e holla dhe në zorën e trash, dhe këtu mua këto të më përmirësojnë ushqimin e sistemit nervor. Duhet të mos heqim dorë nga disa çajra bimore, siç janë për shembull Helichrysum italicum, Ginkgo biloba, rozmarina, borziloku, të cilat rizgjojnë aktivitetin e trurit, i japin atij një gjallëri, heqin plogështinë dhe atë mjegulltirën dhe më japin një rifreskim me të vërtet të proceseve nervore psiqike dhe të gjendjeve psiqike të njeriut. Kemi hipofaren, e cila është një frut bimor, në brendësi të cilit ndodhet kjo koenzima Q10, përmirëson shumë mirë kujtesën. Turshit me lakër, karota, speca ndihmojnë shumë mirë në largimin e toksinave nga trupi dhe të metaleve të rënda nga truri. Atëhere, kemi njëkohësisht dhe uthullën e mollës, e cila më përmirëson qarkullimin e gjakut, shega e egër një gotë në ditë bën jashtëzakonisht mirë, pasi është si një çlodhëse e sistemit nervor dhe sjell atë elasticitetin dhe plasticitetin e trurit në të vepruarin e këtyre proceseve nervore që ne përmendëm më sipër. Dhe krahas këtyre, le të vemi tek një trajtim më i thjesht në familjen tuaj. Një mëngjes me ujë të ngrohtë, ndoshta dhe me pak fruta dhe me pak mjalt. Pas saj, përdoren 2 deri në 3 gota çaj harmonia gjatë ditës. Mundet që të marrim 2 deri në 3 bustina, ose çaj harmonia, ose puhiza, që më jep një çlodhje dhe një relaksim të trurit. Hedhim gjatë ditës një miksim të rozmarinës, borzilokut në gjell dhe vazhdojmë që të marrim ose 50 deri në 100 ml lëng shege të egër të holluar me ujë, ose 50 ml deri në 100 ml lëng të aronjës, të cilin edhe neve e kemi pothuajse në të gjitha pikat e tregut ton, ose një lugë gjelle boronic, ose 50 ml lëng boronice. Në këtë mënyrë, duke konsumuar edhe 10-15 fije shafranin ditë deri në 20, ne ndihmojmë më së miri organizmin ton e në veçanti sistemin ton nervor, për të pasur një tru sa më të kthjellët dhe për t'ju larguar asaj demencës nervore. Si përfundim, demenca është rezultat i viteve të dëmtimeve të vogla, të cilat kur bashkohen në fund, ato e çojnë trurin në një gjendje jo të dëshiruar. Kujdesi duhet të filloj sa më herët, duke ruajtur trurin me ushqim të pastër, me lëvizje, me oksigjenim, me masazhe dhe qetësitë nervore. Nuk mund të ndalojmë kohën, por mund të ngadalsojmë shumë mirë plakjen nervore me mënyrën se si jetojmë çdo ditë. Truri kërkon ushqim, kërkon oksigjen dhe dashuri. Mos hiqni dorë nga këshillat tona dhe do të jeni me të vërtet me një sistem nervor mrekullisht të kthjellët deri në ditët e fundit të jetës tuaj. Ju faleminderit që na ndoqët. Ky ishte emisioni për sot dhe shumë i vlefshëm për ju. Mirupafshim në emisionin tjetër.